edhe ja kemi filluar nga prilli, edhe tash e kemi në shtator, tetor, nëntor, pastaj kemi në janar, shkurt, edhe pas Ramazanit, do të thonë muajin Sheval. Ne jemi duke mundu me pas një standard nivel pak më të mirë, do të thonë mu dallu nga kompani tjera, do të thonë me dalë me ndoshta për synin ton apo për ekonominë tonë është pak më shtrenjtë, por ma rahatje. Ma rahatje, se unë kam qenë udhëheq me shumë kompani, do të thonë maçonis, po tash kur është hoteli pak më larg, ndoshta dikush do të thonë për pleq nuk kanë mundësi me shku. Por kur e kanë hotelin më afër, edhe shkon kom, edhe namazet nuk i hik, është më rahat, edhe në aspektin ekonomik është më mirë, në aspektin e faljeve namaz, në aspektin e ushqimit, në aspektin e banimit, do të thonë. Në këtë mënyrë për momentin kemi shku pak mu dallu nga kompani tjera, me pas një standard pak më të mirë, po është pak më shtrenjtë, po kur ta shohësh, domethënë ajo lodhja apo me agenci tjera, me kompani tjera, domethënë vjen njësoj sikurse kompania jon, po vetëm se me këtë kompani, vetëm se njeriu kënaqet, se shkon me aeroplan, pastaj kemi disa oferta me tren nga Mekë në Medinë ose në Medinën në Mekë, e janë më të rahatshëm, domethënë për pleshtet tonë, për ata që kanë mundësi, se shiko, umre është më kënaq. Se njeriu kur shkon më kënaq dikun, do të thonë nuk e këshir. E tash nëse do ti qef me bëu dhe me bëu ibadet, do të thonë mos më tikas në namaz, do të thonë hotelet që janë rreth Qabës, padyshim se janë pak më shtrenjtë, po janë më të mira dhe më të rahatshëm. Të nëse thonë çka pagun çat kimë gjetë. Tham njerëzit duhet ta kuptojnë atë realitetin se hoteli afër dhe hoteli larg ka dallim, ushqimi që është hotelet 5 yje dhe atë që është 3 yje është dallim, po ai cili udhton, do të thonë e din, do të thonë i merr vesh këto dallimet.